Gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025, 8.707 individ në Shqipëri kanë përfituar nga programet e formimit profesional, duke marrë aftësi të reja dhe duke u hapur mundësi reale për integrim në tregun e punës. Sipas të dhënave zyrtare, një pjesë e konsiderueshme e këtyre trajtimeve është dedikuar grupeve më vulnerabël për të garantuar barazinë dhe mundësitë e barabarta për të gjithë. Nga totali i përfituesve, 4.864 gra dhe vajza janë aftësuar profesionalisht, duke fuqizuar pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës. 5.310 të rinj nën 29 vjeç kanë ndjekur trajnime, duke i dhënë një impuls fuqisë punëtore të ardhshme, ndërkohë 899 persona nga skema e ndihmës ekonomike janë integruar në programet e formimit, duke i hapur rrugë mundësive të qëndrueshme ekonomike. 248 antar të komunitetit rom dhe egjiptian kanë përfituar nga këto mundësi, duke kontribuar në përfshirjen sociale dhe diversitetin ekonomik. Ndërkohë, nga ana tjetër, 111 persona me aftësi të kufizuara kanë marrë aftësime të specializuara, duke u hapur rrugë për pjesëmarrje aktive në tregun e punës. Objektivi i qartë i këtij programi mbetet aftësimi profesional dhe garantimi i mundësive të barabarta për integrim të qëndrueshëm në ekonomi. Çdo individ që përfitojë nga formimi profesional është një hap drejt një shoqërie më përfshirëse dhe një ekonomie më të fuqishme. Ky proces është dëshmi se aftësimi nuk është thjesht një mjet për punësim, por një investim në zhvillimin e kapaciteteve dhe potencialit njerëzor. Nga gratë e reja, te të rinjt dhe grupet vulnerabël, çdo trajnim i kryer synon të ndërtojë një bazë të qëndrueshme për të ardhmen.